Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar miq të emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Mjekësia nuk është vetëm shkencë, është edhe organizim, sistem dhe përgjegjësi. Dhe pikërisht aty ku sistemi funksionon, pacienti ndjen siguri. Por kur ai çalon, çdo hallkë dobet reflektohet drejt për drejt në mirëqenien e tyre. Kosova ka investuar, ka reformuar dhe ka premtuar shumë në shëndetësi. Megjithatë, qytetari vazhdon të përballet me sfidën e qasje, cilësi dhe besim ndaj sistemit publik. Po a kemi ne një problem menaxhimi, organizimi apo vizioni? Në këtë edicion të Med Plusit nuk do të flasim vetëm për dështime apo arritje, por do të mundohemi të kuptojmë më shumë se si funksionon ose nuk funksionon sistemi ynë shëndetësor publik. Për këtë analizë kemi të ftuar një njohës të afërt të menaxhimit shëndetësor dhe zhvillimeve në sistemin publik dhe privat shëndetësor në Kosovë, e ky është doktor Driton Ukmata, të cilin unë personalisht e konsideroj si njërin ndër 2-3 njohësit më të mirë të kësaj larmie në troje shqiptare. Mirëmbrëma, doktor, dhe mirë se erdhët në Gjakovë edhe në emisionin Med Plus. Mirëmbrëma, doktor Hektor, spari ta përmeni që jam shumë i gëzuar që jam në Gjakovë. Unë vetë edhe pse kom lind Prishtinë jam gjakovar, kom nonën e Gjakovës, babën e Gjakovës, dajt, krejt. Kam kalu kohë shumë të madhe në Gjakovë, du Gjakovën. Por edhe kam një përshtypje shumë të mirë për gjakovarët me cilë shumë prej tyre kam punu gjatë karrierës time. Janë njerëz profesional dhe dyqysh i punoj me ta pa frikë që mundem me pas ndaj mos përmbushje të detyrave apo të punëve që mirën vesh. Domethënë jam shumë i kënaqur që jam në Gjakovë. Faleminderit për këto fjalë që i tha për mua, faleminderit që më ke ftuar në emision, e do të mënona me kohën sa më i qartë edhe sa ma direkt që jam gjithmonë me ato pyetje apo tema që do t'i shtjellojmë bashkë. Faleminderit, doktor, kënaqësimi ju pas në emision. Sistemi shëndetësor të ne ka histori suksesi, por edhe dilema që kërkojnë përgjigje të sinqerta. Doktor, prej fillimit keni qenë të angazhuar në mënyra të ndryshme, edhe përmes sistemit zyrtar, edhe përmes organizatave jo qeveritare, keni pas kontribute të shumta në funksionimin e mirëfillt. Për fat keq që jo gjithmonë varet prej individit të ne, po sido që tjetë jeni shumë kompetent të na tregoni se si do ta përshkruanit evolucionin e sistemit shëndetësor në Kosovë nga pas lufta deri më sot. Po, shumë evolucion i vështirë. 26-7 vite shumë të rona për popullatën, për punonësit shëndetësor, për mjekët, për të gjithë që kanë pas një farë lidhje apo një farë interesi për këtij sistemi. Dhe 15 vitet e para ka qenë prioriteti zero shëndetësia, domethënë pas lufte. Është menaxhu prej ministrave që i kanë taku partijave shumë të vogla, të cilat nuk kanë pas influencë me rrit buxhet, me bo prioritet, me bo sene. Edhe kështu ka vazhdu deri dikun në mesin e viteve 2010-2020, kur ka ardhur doktor Ferit Agani, ministri i shëndetësisë, dhe profesori i nderuar ka bërë një punë të madhe në legjislacion. Dhe ajo ka qenë një pikë kritike pozitive që ja ka jap një spin pozitiv zhvillimit të shëndetësisë në Kosovë. Mandej është bërë prioritet, presioni qytetar është rrit. Edhe sot është shëndetësia shumë më mirë se që ka qenë gjysmën e parë të kohës prej pas luftës. Tash sa është e mirë, sa është kënaqshëm, varet për këndvështrimit për cilit e analizojmë. Nëse analizojmë për një këndvështrimi ku ka qenë Kosova para luftës, domethënë sistemin e vjetër Jugoslav, puna ka ecë ngadale. Nëse e krahasojmë me shtetet fqinje, po ashtu jemi mbrapa zhvillimeve dhe gjërave tilla,
Kështu që varet për kanë vështrimit e do ta bisedojmë gjatë bisedës, do të fokusohemi në pikat të ndryshme të këtij procesi. Doktor, unë plotësisht pajtona me konstatimin e juaj se s'paku 15 vite pas luftës dikasterin e Ministrisë Shëndetësisë kanë udhëhequr njerëz të cilët nuk kanë pas edhe forcë politike, po disa prej tyre, sipas mendimit jam, nuk kanë qenë as kompetent me qenë edhe ministra, edhe më vjen shumë keq për rastin e doktor Feridi, që mendoj që ka qenë ndër ministrat, mbas edhe, sipas mendimit jam, ministri më i mirë deri më tash që kemi pas, që nuk ka vazhduar më gjatë për shkak të problemeve të cilat na veç i dijmë edhe të cilat në fundit dulen që doktori ose profesori ka pas drejt. Po ata dëshirë të bisedojmë. Na vrejtjet edhe komentet e ma të tjeshme për situatën, si ka qenë dhe si është aktualisht, do t'i vazhdojmë edhe me pyetje tjera, po si mas mendimit juaj, përveç kësaj, përveç mos kompetencës apo mos forcës së ministrave, a ka pas edhe ndonjë faktor tjetër të cilat nuk ka kanë mundësu zhvillimin e dëshiruar të shëndetësisë në Kosovë? Po, gjithsesi. Një ndër faktor kryesor ka qenë humbja kontinuitetit të sistemit shëndetësor të Kosovës për shkak të problemeve që na ka shkaktuar Serbia fund viteve 80, fillim viteve 90, kur jemi detyruar me lëshu institucione shëndetësore shtetërore dhe me dalë në sistem paralel. Njëjtë ka ndodhur edhe me universitetin, fakultetin e mjekësisë. Unë jam njëri për atyre që i kam 3 vite në Universitetin e Prishtinës në objekte zyrtare dhe 3 vite i kam kry në sistemin paralel cilin e ka organizuar Qeveria e Republikës Kosovës e asaj kohe që ka qenë. Edhe pse kemi qenë të organizuar edhe kemi funksionu si sistem shëndetësor, procesi i përgjithshëm i zhvillimit të një sistemi cili ka qenë i zhvilluar për kohën e Jugosllavi, ka stagnu. Ka stagnu titujt e profesorave ndryshëm, ka stagnu profesionalizimi, ka stagnu shkuarja jashtë për trajnime, për gjëra të tilla, edhe gjersa shtetet për rreth neve kanë vazhduar me një tranzicion pa pas një farë shkputje, kanë vazhduar direkt për ati sistemi që u ku njëri më të mirë në Evropë, kanë vazhduar me sistemet e tyre e kanë pas ma lehtë. Ne atëherë në vitin 99 kemi fillu pejt zeros. Profesorat e profesoreshat e mjeket e vjeta na u kanë plak, na u kanë pensionu, kemi pas nevojë për kuadro, politika ka pas dorë të madhe, ka përkra njerëz caktuar, cilët as nuk e kanë pas disa prej tyre, me përjashtime normal, nuk e kanë pas as nivelin, as edukatën për me i marrë ato pozita, kanë bërë dëmet mëdha, e dëmet në burime njerëzore janë dëmet cilat na ndjekin edhe sot, edhe kjo është po ashtu njëri prej shkaqeve. Mandej bashkësia ndërkombëtare, organizata botërore e shëndetësisë ka përgjegjësitë e veta, se e ka trajtu Kosovën si një vend i cili nuk ka pas fare sistem shëndetësor përpara, edhe pse si Kosova viteve 80, fund viteve 70 edhe 80, ka pas edhe fond sigurimeve shëndetësore, ka pas sistem super të organizuar të referimit prej, atër s'ka pas mjekësi familjare, po kanë qenë këto ambulantat shtëpitë e shëndetit, nuk kanë qenë që KMF-jat, model i cili e ka zbulu një mjek kroat i cili është akseptuar në shumë vende të botës dhe për ati sistemi nuk kemi mujt me marrë kur gjo në këtë sistem të ri, se organizata botërore e shëndetësisë ka thonë Kosova s'ka pas sistem, duhet me fillu pejt zeros. Edhe mandej kanë ardhur edhe mjek kubanezë, më kujtohet ekipa e mjekëve kubanezë cilët kanë punu në dizajnimin e proceseve strategjive, këto fillim vitin 2000, 2001.
edhe ja kanë dhënë drejtimin cilin e ka pas shumë vështirë shëndetësia jonë me transformu në një drejtim cilin e përmenda është merite ministrit Agani, ku e kemi një sistem, nuk është maj mirë në botë, po i ka definu me qartazi elementet kryesore edhe me një angazhim pak më të madh dhe me një fokusim gjithë neve mundet me funksionu shumë mirë. Doktor, në fillim bisedës u përmend edhe një krahasim mes Kosovës edhe vendeve tjera, vendeve fqinj. Pacientët tonë, qytetarët tonë, shkojnë për të marrë shërbime shëndetësore edhe në shtetet përreth nesh, nuk kem të i gjyku, por do të shkojnë në Maqedoni, shkojnë në Shqipëri edhe me një vend tjetër, mirë po nuk duhet të gjykoj pse shkojnë, po edhe pse komendimin tim se nga njerë shkojnë edhe për shërbimet të cilët me të vërtet mund t'i marrën edhe të ne ose në Shqipëni, po si do që tjetë, ku qëndron si mas mendimit ju i Kosovën krahasuar me vendet në rajon, vendet fqinj tonë? Fatkeqësisht ne nuk qëndrojmë mirë krahasim me vendet fqinje, parametrat flasin. Ne shpenzojmë dikun rreth 4% të bruto produktit vendor për shëndetësi. 4.2, 4, që aty dikun është. Maqedonia i shpenzon 8. Shqipnia që është ma e dopta mas neve i shpenzon 5.3. Evropa i shpenzon 12%, Serbia 9%. Dhe më thonë, na shpenzojmë për gjysmë ma pak se Maqedonia, ta qëndrojmë qëtu afër ku jemi. Mandej në aspektin e kapaciteteve infrastrukturore, na i kemi diku rreth 2.5 shtretër spitalor për 1.000 banor. Kur Maqedonia i ka 4.5, Serbia i ka 6-7, Shqipnia i ka për 1.5. Dhe më thonë prapë qalojmë në aspektin e infrastrukturës spitalore. Mandej qalojmë në aspektin e mjekve. Ne kemi mjek mjaftueshëm me numra, se sipas statistikave të odës mjekve i kemi për 5.000 e diçka mjek, por asnjëherë nuk mirret parasysh fakti që pe këtyre 5.000 disa mjekve sa i kemi aktiv. Sa janë jashtë shtetit që ju ndalë shumë vite, sa janë aktiv, sa janë në pension. Edhe nëse bëjmë një analizë tillë, dikun rreth 3% të mjekve, 3% të kemi rreth 3 mjek për 1.000 banor në Kosovë. Kur ndërsa në sistemin publik kemi 1.5 mjek në 1.000 banor. Kur Evropa i ka 4.5 mjek në 1.000 banor në sistemin publik, masi po fokusohemi te sistemi publik. Dhe më thonë, këto elemente e krijojnë një situatë ku pacientat nuk mundën me qenë të kënaqur me shërbimet e sistemi shëndetësor dhe lypin qarë diku tjetër. Kjo pak është edhe puna e shprehis, se sistemi ka qenë shumë keq edhe tash është kriju ajo mendësia që me të drejtë, që sistemi nuk funksionon edhe njerëz për një gjë më të vogël shkojnë në shkup. Por në përgjithësi njerëz me përgjigj shkurtimisht me bëni farë përmbledhje të kësaj pyetjes tone, për probleme më serioze njerëz shkojnë jashtë Kosovës. Edhe kanë me vazhdu me shku edhe një kohë gjatë. Jemi duke u mundu me një institut që bashkëpunoj me e bëni hulumtim se flitet shumë për këtë fenomen, po dikush thot 20 milion, dikush thot 100 milion, dikush shpenzime. Kështu që jemi tu mundu me organizu një hulumtim, edhe me pa sa dalin jashtë Kosovës, sa shkojnë në Maqedoni, sa shkojnë në Turqi, sa shkojnë në Serbi, shumë shkojnë në Serbi, sa shkojnë në shtetet e Evropës, se tash është bërë liberalizimi vizave dhe njerëzit kanë qasjeve dhe shumë janë të shku edhe në Gjermani, në Zvicër, në shtetet tjera. Edhe tash duhet kërkon analizë
të thellë edhe kur ta bëjmë ulëmtimin e duhet me analizu pse, me pyet njerëz pse po shkojnë, me pa për cilat patologji po shkojnë më tepër, për cilat s'po shkojnë, edhe mandej kur t'i bëjmë strategjitë e shëndetësisë me pas një farë baze, jo me afut kotit copy-paste edhe me bo strategji që nuk implementohen kur. Doktor, do të flasim edhe për një krahasim edhe brenda sistemit ton shëndetësor, patjetër që kemi institucione publike shëndetësore, por i kemi edhe private. Jo keni në faqen e juaj personale, i keni të publikuar edhe disa punime të juaja përfshirë edhe një analizë se s'ka bëj që ka të bëjë me krahasimin mes të shërbimeve shëndetësore publike dhe private në Kosovë, dhe për të cilën do të flasim pak më vonë, po deshta të kthehem edhe pak në fillime, pas luftës. Mikësia familjare ose kujdesi primar shëndetësor, i cili është organizuar përmes mikësisë familjare si udhëhese e kujdesi primar shëndetësor, si tillë nuk ka ekzistuar në ish Jugosllavi, dhe për herë të parë ka filluar implementimi i mikësisë familjare në maj vitit 2000. Dhe atëherë është bërë edhe ndamja në aspektin struktural të shëndetësisë në Kosovë përmes mikësisë primare, sekondare që në spitalet rajonale dhe terciare që është në radhë parë qendra klinike universitare e Kosovës. Si vlerësoni, si funksionojnë, a është një ndarje ideale për kushtet tona dhe thjesht si vlerësoni marrëdhëniet mes sistemeve, sa janë përgjegjës njëri ndaj tjetrit? Mikësia, unë kam kryer menaxhimin e sistemeve shëndetësore në Londër, në Angli, edhe një mirë konceptin e mjekësisë familjare, NHS-in edhe këtë sistem, edhe jam shumë i gëzuar që Kosova e ka akceptu këtë qasje në shëndetësinë primare, edhe kom qenë pjesë e proceseve kur kanë qenë ekipet cilat e kanë fillu organizimin e trajnimit mjekëve, bindjen e mjekëve të caktuar për me marrë mjekësi familjare, introduction të asaj se çka është mjekësia familjare, fillimin e krijimit të QKMF-ve dhe krejt aty në gjanave, edhe mendoj se e ka pas një rol të madh mjekësia familjare në Kosovë deri me sot, por mundet me pas një rol edhe shumë më të madh, për cilin po du munal edhe me bisedu kur flasim për atë pyetjen tonë që e bën lidhja mes primarës, sekondarës edhe terciarës. Neve, mjeku familjar duhet me na i kry shumicën e punëve, dikun rreth deri në 80% punëve na duhet me mbyllën në qatë nivel. Se mjekët tonë familjar e kanë nivelin për me kry atë punë. Por për me ndodhë kjo, duhet me punu me njerëz, duhet me informu njerëz, duhet me bo bariera për me ndalu njerëz, me u hek shprehin, me shku prej shtëpis direkt te specialisti terciar pa shku te mjeku i vet familjar, i cili nëse sistemi kish me funksionu drejt, janë një familjen, ja din smunjet, ja din qasjen, trunin, këtë sanet edhe i nimon shumë personit, familjes, po edhe i nimon shumë sistemit. Edhe atëherë kur kemi bërë reformat në QKUK, SKUK 2018, 2019, 2020, 2017, jo mundu me bashkëpunu me drejtorin e mjekësisë familjare për rajonin e Prishtinës, ka qenë ministri i tanishëm, Arben Vitia, ka qenë drejtori i drejtoratit për shëndetësi, edhe jemi mundu që na pacientat mos mi pranu në ambulanta specialistike pa referim prej mjekut familjar. Edhe bile edhe është e patëm zbulu që është një udhëzim administrativ dikun që është një pagesë, nëse nuk ki udhëzim dush me pagu 10 euro a 15 euro, çdo diçka ka qenë.
po nuk e kanë implementuat, se njerëz të menë që mi kanë menuar ato sene, po nuk i kanë menaxhmenti që jemi të folën asat si ka implementu fare. Edhe fillu me implementu ato pagesa, edhe njerëz të disiplinun shumë. Edhe shkojshin e mërëshin uzimin, gjysa nuk u kthejshin se i kryke mjeku familjar, se s'kish nevoj me armë më maltretu të specialisti i fushës tjetër. Edhe pra mendoj që ka problemet noja në këtë drejtim, ka përzirje kompetencash, edhe mendoj që njëni fokusimi kryesor i tarmën strategjik duhet me qenë me i nalë pacientat mjekësi familjare, me i bind mjekteri me e marë mjekësin familjare, me spjegu që mjekësia familjare është temë shumë, është specializim shumë i mirë. Në është ta pëman një shembull për mjekteri, vlojim bujare i ndjerë, ka qenë specialisti i endokrinologjisë, internist, edhe mandi ka emigru në Zelan 3. Kur ka emigru në Zelan 3, e ka akseptu mjekësin familjare edhe i ka krye edhe 2 vjetë atje, edhe është bo mjek familjar, të e ditë rëndësin cilin ja jep shteti Zelandës Re mjekësis familjare. Edhe deri në vdekjen e tij vjetë ka punu në sistemin primar të Zelandës Re edhe mjekësisë familjare edhe ka qenë ma spjegoj ke sa shumë punë mbyllin ata në atë nivel të shërbimit. Pra do me thonë, me make long story short, duhet mu fokusu me forcu edhe mos me leju lëvizjen e pacientave direkt në nivele tjera pa u trajtu sparin mjekësin primare. Një temë të cilën gjithmonë kam pas dëshirë ta bisedoj me ndonjë nga mysafirët e mi, po një farë mënyre edhe një temë e cila për ata që se njohin situatën edhe lidhur me menaxhimin e mirëfillt të institucioneve shëndetësore nga njerë edhe është tabu, parësysh se për shkak frikave të ndryshme është edhe shfrytëzueshmëria e shtretërve. Jo e përmendet sa shtretër për një pacient në mesatare, nëse unë zgaboj edhe me raportin e fundit për të punët e spitaleve rajonale të Kosovës, shfrytëzueshmëria e shtretërve është rreth 43 deri në 45%, pse nuk diskutohet shumë është se njerëz kanë frikë se nëse zvogëlohet numri i shtretërve njerëz mjesin pa punë, po na dim që kjo nuk duhet me ndodhë nëse bëhet një organizim i mirëfillt. Po ata dëshirë me fol për këtë temë një dhe dyta, si e shihni ju, sa jeni të kënaqur ju me shërbimet spitalore e mbi të gjitha me shërbimet e institucionit më të lartë që është institucion akademik, jo vetëm klinik, që është QKUK. E ki bërë një pyetje të shkëlqyeshme. Ju marr shumë me këtë temë. Sa është shfrytëzueshmëria e shtretërve? Në raporti i fundit i SHKUK 2025 se jep tikun 62% në QKUK, edhe nër 50% në spitalet të përgjithshme, se nuk quhen më rajonale, po quhen spitalet e përgjithshme, që janë 7 në Kosovë dhe më i madhi në Kosovë është në Gjakovë. Më thoni ka përmi 450 shtretër spitali i Gjakovës, original që është ndërtu në kohën kur është ndërtu, i ka pas 450 shtretër, edhe është spitali më i madhi. Shfrytëzueshmëria është e vogël. Tash raportohet sakt, përpara nuk u raportu sakt, u raportu 70-80% shfrytëzueshmëri, edhe ka qenë absolutisht e pamundur me nxjerr sakt sa është shfrytëzueshmëria dhe kemi përdorur metodën me shujta ushqimore. Sa shujta ushqimore i përdorin në QKUK, i kemi testu ato dhe kemi nxjerr këtë shfrytëzueshmërinë që është shumë më ulët se sa që ju raportu. Pse është e ulët? Është pyetje shumë e rëndë, shumë e vështirë me shpjegu, se ka shumë faktorë cilët ndikojnë aty.
Për me vazhdu matutje me këto, e lexova edhe një sen këtë raportin e SHSK-s, tha koha e cilën pacientat e kalojnë, koha mesatare që kalojnë pacientat e shtrim në spital është 4.5 ditë. Kur në Evropë është dikush 7 ditë. Më thonë edhe kjo nuk është një parametër cili nuk besoj që e ka bo dikush me qëllim, po metodat me cilat raportojnë nuk janë të sakta edhe japin një farë kuptimi krejt tjetër edhe ti menon që e ki 4, po e ki 10, nashta e ki 2, 15, a 20, a ku me ditë sa e ki. Do me thonë, shërbëtoria është e ullët se njerëz nuk për probleme pak më mëdha shkojnë në sektorin privat. Njerëz dalin jashtë Kosovës që folëm pak më herët. Ka shpërndarja e shtretëve nuk është ideale, dhe më thonë disa degë cilat nuk kanë nevojë për shtretër, kanë shumë shtretër, disa degë cilat kanë nevojë për shtretër, kanë shumë pak shtretër. Shembull me marrë klinikën e urologjisë. I ka 22, 3, 5, 25 shtretër, që tash diçka ja kanë rritë, mundet mi pas 30 a 35. A i ka 20 a 25 specialista. Dhe më thonë e ka një specialist për një shtrat. Ka për shembull klinika infektive, i ka përmi 150 shtretër. Edhe normal i kanë qenë ata shtretër janë utilizuar gjatë pandemisë, por sot me këqyr sa shtretër janë shfrytzuar, janë pak. Mandej spitalet e përgjithshme kanë mjet pa mjek. Nuk kanë kapacitete, nuk ka kush me pranu pacienta. Edhe aty tash ato janë numër, edhe ato numërohen kur nxjerrin statistikat edhe e ulin përqindje. Dhe me thonë, kjo është shpjegimi i kësaj. E tash sa i përket SHSK-s si organizatë që ma bënë pyetjen e dytë, unë shumë e përkroj ekzistimin e SHSK-s, si organizata mbrell, e cila krijon standardet, harmonizon buxhetin, koordinon burimet njerëzore për njësitë e veta që janë spitalet. Nesër kur bëhet fondi sigurimeve shëndetësore, negocon për njësitë e veta me fondin, dhe më thonë është ajo ndomja purchaser provider, dhe më thonë blerësi edhe ofruesi shërbimeve. Edhe tash isha me një mik timin i cili është në ngjarje, më tha që drafti i ri i ligjit shëndetësisë ka e hekë SHSK-n. Tash para meno kena punu 20 e sa vjetë për me funksionalizu SHSK-n, tash vjen dikush e ka një ide dhe e hekë SHSK-n. Edhe tash thot se SHSK-ja pi blokon SHSK-n. Edhe tash nuk me ullë edhe mja spjegu që kur është formu SHSK-ja është bo një intervenim në statutin e QKUK-s i përkohshëm, edhe është thonë që drejtori i QKUK-s është edhe drejtori i SHSK-s. Edhe me kohë ato është bo struktura, jo ndo senet edhe SHSK-ja është organizu si organizat në vete. Po tash ka me qaj mendësia që është drejtori QKUK-s është drejtori SHSK-s, e SHSK-ja po e blokon QKUK-n, që së është e vërtet. Edhe tash nëse ndodhë kjo, tonë ato investime, tonë ato sene, tonë ato krejt shkojnë poshtë, duhet me fillu krejt për fillimit me redizajnu sistemi. Kjo është, s'po di tjetër që ka me shtu se pak e zgjata, po janë tema të runa, po duhet. Doktor, shumë faleminderit. Këto fillimet, rifillimet, si duket është pjesë e historisë jonë për na përcjellin. Vinë menaxherët e ri, çfarë do niveli, ata që kanë ndikim më të madh, vlerësojnë parasynë të ndryshme që ky sistem ose që ky institucion fakt ose organi që ati institucionit nuk vlen më heq, nuk e këqyr se gjitha ato investime janë bërë, gjitha ato plane, gjitha ato udhëzime administrative janë shkruar për qatë drejtim. Për qatë drejtim dhe tash çona unë bëra ajde edhe vendosi me ndru.
Të shikojmë pak edhe në anën pozitive. Jo, njërën për publikimeve të juja që keni bërë, keni përmendë një historie pozitive që ka ndodhur nëse zgaboj vitin 2018-2019, e që ka të bëjë me klinikën kardiologjisë. Apo. Na tregoni çka ka ndodhur atje dhe a mendoni që është shumë i rëndësishëm funksionalizimi 24 orësh i kardiologjisë invazive në Kosovë? Më kujtohet ajo kohë, atëre kardiologjia invazive, s'pore mi spjegu shikuesve që dikun rreth 60% patologjive janë kardiake. Do më thonë hipertenzion, aritmi, problemet iskemike të zemrës, dikun 60% prej krejt patologjive janë kardiake. Edhe prandaj, edhe në botë është zhvillu shumë trajtimi i zemrës. Sot me pas probleme me zemër është marrë, se ka qatë shumë metodologjia për më marrë me to, veç njeri duhet me qeni kujdesshëm edhe krahasim me probleme tjera, po thëmë dek, si neurologjia, kjo reumatologjia, dek të ndryshme, hematologjia që kanë stagnu në krahasim me, në botë po foli, në krahasim me kardiologji. E kardiologjia invazive është më etikja për i krejtë këtyre, sepse mundësën mbi jetesën e njerit i cili mundet me pas blokim të arterjeve koronare dhe me vdek ose me fitu invaliditet të ronë. Kur kemi fillu 2018-2019 me reformu QKUK-n, në SHSKUK-n, atër ka qenë ministri Uran Ismaili, me cilin komponu në atë kohë si konsulent për i bankës botërore dhe fati ka dashur kemi punu bashkë dhe a i ka facilitu shumë këto punë dhe nuk u përzi si politikan këto gjana, ka thonë veç drejton çka duhet na me përkra për me jetës këto drejtime. Ka qenë edhe drejtori Basri Sejdiu, një njeri tepër i mirë kardiolog, cili ka bo punë të hatashme gjatë atyre viteve dhe ka qenë kënaqësi me bo. Edhe dëshim këto kardiologjin invazive prej 8 orëve në ditë, se ajo punë e kepi orës 8 mëngjes deri në 2 dhe më shelë ke spitali, me e bo 24 orë. Edhe arritëm me e bo, me mund të madhë, se kish ardhë aparati e kish ble qeveria përmes një kredije, edhe kish met aparati në Austri, 2 vjetë për një problem pa lidhje, një dhome ku ka mu vendos aparati, edhe në veç na që di mi bo këto... Mi kompliku. Mi kompliku edhe ajo murë 2 vjetë e regullumë, ato fillu në mjekët, filloj edhe u bo mirë. Sot pe lexoj raportin e SHSKUK-s, kryen rreth 4.000 procedura të koronarografisë në vit. Nuk ka shumë, se i bjen 10 në ditë, me 10 dhe në 12 mesatarisht në ditë, nëse i kalkulojmë shtunën dilën ma pak. Po prap është një ndihmëse madhe për qytetarët, se është një pagesë madhe për këto shërbime. Shumë prej qytetarëve shkojnë edhe në sistem privat, disa që kanë sigurime, disa i kanë punë ma mirë, nuk dojnë me prit dhe disa nuk kanë kohë me shku në sistemin në QKUK, se janë në për qytetet e ndryshme. Kështu që një historie suksesi shumë e mirë, e cila shpresoj do të vazhdoj dhe të zhvillohet edhe më tutje në qytetet tjera. Që ka fillu në Prizren që një vjet a 2, i kishin kry si pas raporti dikun rreth 600 koronarografi, që është pak, shumë pak, po shpresoj që kanë mu përmirësu edhe kanë me vazhdu edhe tutje. Thorsojnë të knoqën në aspektin e pajisjeve në qendrën klinike universitare, e dim që stota kanë ndru për të mirë, ka rezonancë magnetike, ka CT, tash është edhe PET skeni, edhe koronografi. A mendoni që shfrytëzohen tamam si duhet, sojnë të knoqën në shfrytëzimshmërinë e tyre dhe deshta të kthejmë edhe pak të këto intervenca që i takojnë koronarografisë dhe kardiologjisë invazive. A flitet që ka listë pritjes? Ka listë. A është ky problem?
Edhe a e listat shumë gjata, a keni ndonjë informatë në këtë aspekt? Okej. Sa i përket, masi e krymë për kardiologji, po nonat e listat e kardiologjisë invazive, ma ne po dalim të pajisjet. Lista ka dhe ka me pas gjithmonë edhe ka në të gjitha vendet e botës. A munën me punu ma shumë? Munën. A munën mu zvoglu këto lista? Munën mu zvoglu. Duhet një qasje ma serioze, ma insistuse, një organizim ma i mirë, ma i shpejt, se janë dy aparate, ka mjaftueshëm profesionista shumë të mirë, kardiolog invaziv kolegë tonë që të punojnë aty, edhe si menoj që lirisht munën prej 10-12 procedura me mërinë 30 procedura në ditë. Edhe duhet me insistu për më ubokja. Kjo është një. Sa i përket pajisjeve, më kujtohet vitin 2017, kur më ka angazhu organizata botërore, kjo World Bank, për me planifiku edhe udhëheq reformën për përmirësimin e kushteve në nivelin sekondar dhe terciar spitale. Kur këm shku këm bë një analizë sa ka pas pajisje, besam krejt që kukuja i ka pas 5-6 ultrazona. I ka pas 10-15 monitorat pacientave. Ka qenë të merë zotit. E pa besushme për mu, që visha për një sektorit privat me një sektor, probleme me inkubator. Kishin ultrazona që kushton 100.000 euro, e kishin ble. Ultrazonat ka 10-15.000 euro që duhen për përditshmëri, nuk esh asnjë. Edhe ma ne bom një presion të madhë në këtë drejtim edhe ndru mendësinë e blerjeve, cila ishte deri atëherë me ble diçka super të mirë, edhe i ullëm çmimet, target çmimet që dalin në për tendera, dhe më thonë janë ato çmimet referente, se s'më kujtoj ke fjala. Bile kum pas luftat mëdha në këtë drejtim me kompani persona të caktuar që të vishin e thoshin qysh mundi me qitë çmimi referent për një ultrazo 15.000 euro. Keni me ble një ultrazo të Kinës, të keq. Edhe unë e kisha përvojën e sektorit privat ku e bleshim 10.000-15.000 ultrazonin edhe punojshim me to pa asnjë farë problemi. Edhe prej 5-6 ultrazonave, me një budget që e shende i vogël atër, më rrim ndikon 20 ultrazona. E shtim një ultrazon emergjencë, e shtim një ultrazon poliklinika. Edhe ja nisim, tash me marrë shemë dhe në ultrazonit që s'kemi ku më marrë me gjitha pajisjet. Edhe ja nisim me funksionu, mjekët ja nisën më mësu, që me përdor ultrazonin, tash pacienti që vike në emergjencë, ai mjeku specialisti emergjencës që ja bëj keni ultrazon, nuk ishtë nevoj me marrë pacientin në atë gjendje, me që 4 kat në altë në radiologji, edhe në ku është radiologjia të kat 4-5 të objekti internos përmi emergjencë, me maltratu totalisht me ja bëj një ultrazon, ose vike radiologu në emergjencë, ultrazoni që aty ja bëj keni ultrazon, dhe me thonë, thjeshtimi, menaxhimi ka të bëj me thjeshtimin e procedurave, me menu thjesht, me kry pun, me ecë për para. Edhe pajisjet ma ne i hinë, pajisjet e rezonanca që i përmendet CT-ja, këto PET CT-ja, unë s'kom qenë aty po tash këtu në klinikën e nukleare të doktor Fakiri, është një e përshëndes nëse na sheh, është një profesionist i papar, edhe arriti me bu PET-CT-n, edhe me funksionalizu, edhe është shumë gëzim i madh për neve që mire me këto sene, me po këtë asi. A janë të mjaftueshme këto pajisje? Jo. Po arsyeja pse na tash nuk mundemi me ble pajisje më tepër është se nuk kemi personel mjekësor edhe infrastruktur ku ato mundën mu vendosë dhe mu marrë me to. Përveç me u fokusu në spitalet e përgjithshme, me i zhvillu, edhe aty me pru pajisjet, në mënyrë që me shkarku pak që kukën,
edhe po kjo manej ka i ngërthen në vete edhe problemet e personelit e mesë me mjekve shumë sene. Po shumë është ma mirë se që ka qenë. Vërtet, do të flasim pak për një temë e cila gati që u bë si mit në vendin tonë, kjo është tema lidhur me sigurimin shëndetësor. Sigurimet shëndetësore, nëse unë zgaboj, kanë kaluar edhe votimin e dytë, edhe në aspekt procedural, si duket më në fund, ka marra miratimet në aspektin ligjor, pjo pyes juve si një ekspert. A besoni që do të implementohet më në fund sigurimi shëndetësor në një, do të metet prapë diku në përsirtor, dhe cilat janë vështirësitë e implementimit të sigurimit shëndetësor? Shumë pyetje me vene dhe aktuale, edhe mbo bisedime, biseda, analiza, ku ta dione, edhe njerëz menojnë që kur aprovohet ligji, vjen një shkop magjik edhe e bën këtu Gjermani në aspektin e trajtimit të pacientave. Sigurime shëndetësore, ligji është letë mu bo, mbledhja e kontributeve është letë mu bo, fondi është letë mu bo, po kush do me implementua atë projekt? Pse po thëmë këta? Mas pari, sistemi informativ shëndetësor nuk ekziston. Është i fragmentuar. E dyta, kapaciteti administrativ i klinikave tona, pra po flasim për sistemin publik shëndetësor, është shumë i vogël. Duhet zhvillim shumë i madh i administratës klinikave për me mujtë me u marrë me procesimin e të gjithë dokumentacionit, DRG-ve, plotësimin e nevojave për me i bo këto. Nëse unë mendoj që kam i vit diku rreth, nëse vazhdon, nëse aprovohet edhe vazhdon me qenë, nëse qeveria e ka si prioritet, i vjen ja 5 vjet për me funksionalizu. Nëse nuk e ka si prioritet edhe nuk mirret seriozisht, prap ka me qysh ka me deri me tash. A është mirë me i pas sigurimin shëndetësor? Është shumë mirë. Që Macedonia, për shembull, për marrim shembull, i ka diku në mbulon 80% deri 90% varësisht prej diagnozës, për edhe në sektorin privat edhe në sektorin publik, konkuron privati me publikin, rritet konkurenca, bën akreditimet, zhvillohet shëndetësia, po unë nuk jam shumë optimist që mundem para 5 viteve me implementu këtë projekta që si të tillë. Doktor, do të flasim për një dukuni e cila është e dëmshme, edhe kujtoj e dëmshme, mjaft e dëmshme për vendin tonë. E ka lidhje me dukurinë e largimit mjekëve dhe infermierëve nga Kosova. Të dhënat e odës mjekëve të Kosovës për 2024 kanë qenë që 600 mjek atëherë kanë qenë pa punë në nivel vendit. Të vitit kaluar dhjetor 594, kur krejt bota, kur perëndimi kërkon mjek, kanë mungesë mjekësh. Ne kemi atë luks që 600 mjek të rinj të mos punojnë, me siguri me qindra specialista të rinj tash që kanë specializuar, po ashtu nuk janë të punësuar, edhe infermierë mos flasin se ata janë edhe më shumë. Deshta më u pyet, a me të vërtet e kemi mri atë nivel që me na pas lakmia dhe perëndimi që me pas kaq shumë mjek sa që s'kemi më nevojë, apo si është puna që na mesin kaq shumë mjek pa punë, pi përmendni rastin se s'kemi na shënime ose kemi përgjithshka kemi të pakta. Gjysa gjel. Supozohet që në komunë Gjakovës janë aktualisht të licencuar pa punë rreth 40 mjek. Po, doktor rektor, është problem i madh. Në Kosova i ka dikun 5.000 mjek, që folëm pak më herët.
Për aty në 5.000-ve, dikun 7-8% janë pension. Dikun 28% dhe 30% janë prej moshës 55 deri 65 vjeçare që në 10 vjet tashme kanë më na dalën pension. Dikun një 15-20% janë jashtë, po i kanë punojnë jashtë, po i kanë licencat këtu. Çdo muaj na hupin, na dalin jashtë ka 100 deri 150 mjek. Çdo vit 100 deri 150 mjek. Pse dalin mjek jashtë, pse janë pa punë? Unë e kam djalin tim që e ka kryer në fakultetin e mjekësisë para 6-7 muajve. Edhe për me punon me një spital privat, i ndihmon mjekët, ka pas fatin që me gjetë atë punë. Shokët e vetë punojnë kamariera, shitsa. Edhe normal që të gjithë e kanë target me dalë jashtë Kosovës, me shku në Gjermani. Gjermania i pranon, i merr, i shtin punë, ja u jep konviktin. Atëfarë për me flajt si lloj konviktin e për spitale, ja u jep pagën, ja u jep specializimin, edhe ka me na i marrë krejt. E na kemi, si që tha ma herët, 1.5 mjek në 1.000 banor në sistemin publik të punësum, kur kishim mujtë shumë letë këtë ta mjek të ri, cilë të kryjnë shkollën, a fakultetin e mjekësis, me një herë si ta kryjnë stajin, me një herë mi angazhu si assistant doktor, që bojnë shumë shtete e kanë këtë metodologji, hinë ta mjek të ri, punojnë me rastin konkret me ty, e mëson punën, e shet qysh bëhet raporti, qysh këqyret pacienti, i ndihmon mjekut, e shet ambienti spitalor qysh është, edhe manej e shet vetëm për çka është, në çfarë drejtimi don me u zhvillu. E merr një pagë që i besoj për shtetin e Kosovës nuk është problemi, ja u dhon një pagë 700-800 euro këtyre mjekëve të ri për mi urujt dignitetin edhe me i majtë në sistem për më smena ikën, se për me veç një me kriju kushton 150.000 euro. Edhe në këtë mënyrë, kur ta shohin që na po interesohemi për ta si shtet, edhe ata inkludohen, e shohin seriozitetin e Kosovës, e shtetit, edhe funksionojnë edhe na mesin këtu. Kjo është problem shumë i madh. Edhe duhet duhet non-stop me bo presion që me u kriju vendet e reja të punës, mos milon këtë rini shumë të mirë rrugëve. Edhe specialista që e përmendet ti, për qartja për ndigjojnë lajme para 2 dite për anesteziolog, pritet me dalë konkurs. Ata me nëzi që kanë mëri me kryu atë specializim, sa kemi pas problem për... Edhe nevoja shumë e madhe për anesteziolog. Enorme është. Enorme, po duhet me marë përgjësi shteti me njëherë mi punësu. Me pas qenë unë kryeministër për 24 orë kësha punësu. Kësha marë vendim personal, pa marë parasysh konsekvenca që kësha pas. Se është për të mirë popullit, është për të mirë njerëzve. Kështu që është një problem cilin duhet mu fokusu edhe duhet me zgjidh me ndoshta dhe me ligj. Doktor, prej sa unë e di prej mas luftës edhe nivelin qendror edhe nivelin lokal, gjithmonë politik bërësit ose menaxherat kryesor, ministrat apo drejtorët e drejtoriateve të shëndetësisë, gjithmonë kanë qenë partjak. Nuk më kujtohet që ka qenë ndonjë ministër i shëndetësisë, ekspert, ta quaj i pavarur, por që ka ditë punën si duhet. Nëse ne kemi parasysh se subjektet tona politike apo qeveritë tona vinë pushtet me premtimet për një kontribut sa më të mirë për çfarë do lamie përfshi edhe shëndetësinë. Pse na ndodh neve se gjithmonë kemi në këto poste njerëz partijak, nuk i japim raste që shka raste tjera në për vendet tjera ekspertëve
Nëse kem parasysh thash edhe një herë që mbi gjitha është kvaliteti i punës e jo ngjyra e librezës partijake. Kjo pyetje për këtë e para, e dyta është çfarë ndikimi ka, a mendoni që ka ndikim negativ politika dhe sa është prezente ndikimi politik në shëndetësinë e Kosovës? Po, politika ka qenë shumë e involvuar në shëndetësinë e Kosovës gjithmonë. Mendoj që sot është më pak, për shkak se ka ndryrë rrethonat. Dinamikat janë tjera, problemet janë tjera të qeverisë aktuale. Po, gjithmonë ka qenë edhe na ka kushtuar shumë. Për shembull, vendosja e drejtorëve në për klinika apo në për spitale përgjithshme. Jo me sigurt që gjithmonë është bo me preferencë partijake. A është mirë, s'është mirë. A ka qenë, se mundet me qenë edhe qaj person shumë kompetent që ka qenë drejtar, mos nuk keq kuptoj njerëzit. Po preferenca ka qenë e tillë. Kjo kriju është kthyer shprehi. Mirë është me ndru, me marrë njerëz që të janë për me menaxhu sistemin shëndetësor, me i qitë në për pozita caktume, me i pyet s'pako. Qysh e bën këtë punë Maqedonia, se s'po shkoj ma larg hiç. Qysh e bën këtë punë Serbia, qysh e bën këtë punë Shqipnia, qysh e kemi na me bëni analizë, edhe çdo vendim me u marrë me një bazë, kish me u zhvillu shëndetësia shumë mirë. E jo vendime ad hoc, cilat kanë kriju një sistem shëndetësor që dikun është Zvicër, e dikun është një vend më i prapambetur në botë, si kjo rruga ju i Piklinës Denë Gjakov, që erdha këtu sot, që ashtu e kësha krahasu sistemin shëndetësor të Kosovës. Dikun hisha në rrugë autoban me sheja trafikot, me bankina ansore, me vi, në mes, mande visha me një rrugë katastrofë të shkatërrume komplet, mande i prapë mu paraqit kënja, si që shto është edhe sistemi jonë shëndetësor. Dikun kemi hecë, dikun s'kemi hecë fare. Edhe kjo është gabim i madh. Nëse menaxherat e mirëfillt e kishin udhëheq këtë shëndetësinë e Kosovës, atëherë jam i sigurt që ishin siguruar që krejt sistemi me hecë paralelisht së bashku, e jo me pas dallime të tilla. Domethënë, këto janë ato problemet që i krijojnë këto situatat kur njerëz jo kompetent marrin pozita të ndryshme. Vërtet, doktor Emi, në 2-3 pyetjet e fundit të misionit, po të dëshirë të flas me ju lidhur me si e shihni ju raportet mjek-pacient, nivelin e komunikimit, po jo vetëm mjek-pacient, po edhe mjek-familje, edhe mbi gjitha raportet ndërkolegiale. A mendoni që ka vend për përmirësime dhe a ndikon kjo në fundit në kualitet shërbime? Kjo është po ashtu një temë tepër e ndihshme, po tepër e rëndësishme. Raporte, për me pas një raport mirëfillt, mjeku me pacientin, mjeku duhet me pas një integritet lartë personal, duhet me pas një edukat familjare, duhet me qenë njeri i përmbushur, mënyrë që mos me ra në grackën e përgjerimit pacientit, edhe me menu që është shumë i menqëm, edhe pa ta nuk bën, edhe më bu arrogant, edhe mos me umar me pacientin qysh duhet. Që ndodhë të na në praktikën tonë ndodhë shumë shpesh. Se edhe në studime që i kryjmë na, shumë pak hapësirë, apo fare hapësirë i jepet këtij relacionit pacient-mjek, qysh duhet me qenë qasja, qysh duhet me marrë me familjen, që the. Çfarë informate me i dhonë, çfarë informate mos me i dhonë, me i kriju dhe standarde cilat bëhen bazë kulturës sonë. Për shembull, ta thojnë kesh në Angli,
ishin shumë mjek i pa shpirt, se i tha me një ti ki kancer edhe perspektiva jote është 6 muaj jetë edhe ki me përfundu jetën, kështu që kry punë që ka kimi kry. A është ai pa shpirt? Jo, po ligji e ka definu edhe E obligon. E ka obligu për me pas atë qasje me ta. A është qasje e mirë për Kosovë? Jo, nëse më pyetni mua, jo. Po na duhet me modifiku këtë në bazë kulturës sonë, duhet me shkru edhe duhet me implementu. Fatkeqësisht shumica prej nesh, po nisna pi vetvetes, nuk i kemi atë sjelljen e duhur që duhet mi pas me pacientin. Edhe duhet me punu shumë këtë drejtim. Është mirë me bo edhe një holumtim edhe për këtë sen që mës me fol pa lidhje, me bo një holumtim edhe me pa ku qëndrojmë këtë aspekt. Por definitivisht një temë tepër e rëndësishme. Po nona edhe nëse kemi kohë pak me marrë një shembull konkret. Kur i hapëm ambulanta specialistike të integrume në QKUK, mas mungesë të softverit, i morëm një 2 djemë që mirën me këto edhe na bën një softver shumë mirë, edhe na bën një softver për pritje kështu me dalë në monitor nishi, 2shi, 3shi me hymrana, edhe ma ne herë që është e sa kohë duhet me zgjatë vizita me pacientin. Edhe unë tash për ta humbi kohën e emisionit, po nalëm pak në këtë. Shumë rëndësishme, doktor, pa mëra. Edhe po më vet ai softveristi, doktor Dritan, sa me lën kohën. Thash e lën minimum 20 minuta. Edhe ma nej pata problem të madh me mjekët e një klinike. Problem, diskutim, debat. Ata ishin mësu me shpenzu 2 deri në 5 minuta për me trajtu një pacient. Edhe kurse si thëshin na e kryjmë pacientin për 5 minuta dhe duhet 15 minuta me nejt me prit deri sa gjen pacienti tjetër. Mas negociatave të mëdha arritëm me zvoglu 20 në 15 minuta. Ata vizitën për 5 minuta e rritën 7-8-10 minuta dhe u bo shumë ma mirë. Sigurisht. Se ai pacienti dën me spaku me marrë informatat, ajo t'i merr ti edhin vetë, për mi të regu një pacienti që vjen për herë të parë, që duhet mi pi hapat, merë ko ajo. Kështu që ta tregova si proces pune, që lidhet me atë sa respektojmë na pacientin edhe sa kemi ligjërisht guidelines për me u marrë me pacientin edhe në aspektin kohor. Supozohet, doktor, që shteti ose s'poko ashtu duhet me qenë, gjithmonë duhet me qenë më i pasun se sa privati. Po na jemi edhe dëshmitar që shërbimet shëndetësore në institucione private dallojnë prej institucionesh publike, pa desht një po reklam asë një sistemi, pa flasim për fakte. Pse ndodh kjo, edhe pyetja fundit është nëse do të mvaraj prej doktor Drejtonit, cilat do të ishin 3 prioritetet kryesore të cilat nëse zbatohen brenda 5 vjetëve do ta bëjshin diferencën në sistemin tonë. Okej, sa i përket ato 3 prioriteteve kryesore, po nalëm të privati njerë. Privati në Kosovë është, na jemi entrepreneurs, ndërmars, prej natyrës, që ajo në ka mundësu edhe me mbijetu viteve të 90-ta. Gjithkush e ka organizu një lloj biznisi të vete, në marrë me një punë, edhe ka mbijetu populli. Edhe në aspektin e shëndetësisë, njerëz kanë bën ndërmarrësi. I kemi dikun rreth 30 spitale në Kosovë, private, për cilave 3-4 janë
të përgjithshme, tjerat janë kryesisht speciale, kryesisht familjare të lidhura për ginekologji, për IVF, për ortopedi edhe gjëra të tilla. Shërbimi që ofrohet në këto spitale është relativisht i mirë po perspektiva e zhvillimit sidomos e spitaleve të mëdha është shumë e keqe, se kosto e mjekëve është shumë e lartë. E liberalizimi i tregut për mjek të huaj, që është një temë cilën po ta dëshirë edhe me diskutu edhe këto, duhet mu bo mënyrë që mi u mundësu spitaleve të mëdha për mos me bankrotu. Se pagesat janë të mëdha, mjekët nuk ka mjek mjaftueshëm për me punu edhe boshtu. Por, me u përgjigj në pyetjen tonë, sistemi privat funksionon, e kryen një shërbim, e trajton një masë të madhe të popullatës, e trajton mirë, e trajton me përjashtime të vogla, kanë qasje ferë, përdorin tash në kohëve të fundit edhe pajisje, edhe materiale sofistikume, edhe metodat i kanë të sterilizimit e gjëra cilat i dimun e ti që nështë nuk janë për këtë forum, janë çështje të kalume, kanë avancu spitalet, dhe unë inkurajoj popullatën që sa ma shumë me lyp shërbimin në spitalet private në Kosovë edhe publike, normal, po mos me dalë për Kosovës asi. Edhe me mbeta bërgjë me thonë janë edhe 2500 institucione të vogla, si klinika private, stomatologjike, laboratore, cilat punojnë shumë, sidomos këto stomatologjiket me pacienta që vinë për jashtit, është një prurje e madhe e mjeteve. Edhe ndoshta me shfrytzu rastin këtu me folën, edhe duhet me investu shumë që edhe klinikat tona tjera që mirën me mjekësitë përgjithshme me u mundësu me punu turizëm medikal, dhe me thonë me marë pacienta me pru këtu për ortopedi, pse jo kemi mjek nivelit shumë lartë për kardiologji, po ashtu për ginekologji mos të foli, IVF, tema ndryshme. Do me thonë, privati është të shku mirë, e dënë mja maj drejtimin mos mi pengu, mja facilitu udhëzimet administrative, mja facilitu këtë adaptimin me teknologjitë e kohës, në aspektet ligjore dhe mos mi pengu njerëz edhe mi lonë me jetë tutje, mja u liberalizu tregun e mjekëve dhe me shku për para. Sa i përket çka kisha bëu në 3 prioritetet kryesore, prioriteti kryesor për mua kish me qenë sistemi menaxhimit të nivelit sekundar dhe terciar të spitale. Isha fokusu shumë këtu, kisha bu një ekip e cila kish ullë dhe kish mendu çka mundet më bu mas miri me këto asetet cilat i kemi në dispozicion, jo me pa ëndra, për diçka me planifiku gjana që si kemi, edhe me riorganizu punën në përkrejt klinikat. E dyta me implementu sigurimin shëndetësor, gjithsesi, se kjo automatikisht na shten me u bo ma të mirë, me u akreditu, me i majt ma mirë letrat, me kujdes ma mirë për pacientin, do më thonë e qënë sistemin në një nivel tjetër. Edhe e treta është me akseptu inovacionin edhe teknologjin. Tash, shëndetësia në botë, popullata po plakët, njerëz po jetojnë ma tepër se që kanë jetu për para, smunjet janë po ndryshojnë, janë tema aktuale, janë do smunje tjera që janë sot aktuale, që nuk kanë qenë aktuale para 20 vjete. Kjo ka me ngarku sistemin shëndetësor, po duhet si prioritet madh me qi teknologjinë dhe inovacionin. Shembull me i përcjell pacientat në shtëpi me mjete të caktuara, cilat i përcjellin ecjen, rrahjen e zemrës,
parametrat e caktu, me kamera, me bo këto konsultat, mandej njerës me ngrit nivelin që ata vetë me umarë me modifikime terapive, gjana tila, me i pru me një nivel tjetër. Kështu që definitivisht që treta teknologjia dhe inovacioni. Ju dini që fillimisht unë i kom përgatitur dy fishën e këtëre pyetjeve, po e kemi zvoglu për shkak kohës. Po. Edhe me qenë se ishin tema shumë të rëndësishme, unë edhe 2-3 pyetje kom met që borgj edhe juve dhe publikut, po unë e di që ju nuk pritoni me ardhen e mision sa herë na vlerësojmë që është momenti, edhe jo veç në emisionin tonë, po ju gjithmonë jeni të gatshëm për mi dhënë mendimet e juaja nga njëherë dhe pa filtra, po gjitha këto na bojnë shumë mirë për arsye se ju mirëni me politika shëndetësore, po nuk jeni politikan, edhe i thuni gjanat ashtu si janë. Faleminderit shumë për prezencën e juaj, por unë pyetjen personale më duhet mi bë këtë rast, mbase do të jetë pak pyetje pak më gjatë, por kur ta përfundoj besoj që edhe publiku do të më arsyeton. Doktor, në çdo qytet ekzistojnë emra që nuk janë vetëm emra njerëzish, por histori, kujtime dhe një trashëgimi që kalon përtej brezave. Ndoshta kjo është forma më e bukur e padekësisë në mjekësi të vazhdosh të jetosh përmes veprës dhe përmes atyre që ke frymëzuar. Sonte si pjesë e pyetjes personale nuk do të flasim vetëm për profesionin e juaj si mjek, por për atë që ndodh kur mjekësia bëhet pjesë e ADN-s një familje. Doktor, babai juaj i ndjer, ka qenë profesori jon, doktor Hysen Okmota, i cili për publikun do t'i jap disa informata të shkurta, për ata që nuk e dinë, është mjeku i dytë gjakovar, i cili ka fillu punën në Gjakov. Por i ka qenë i ndjeri, po ashtu doktor Nezhdet Kryezeu, ka fillu punën në vitin 1958, dhe në vitin 1960 ka qëndruar në Gjakov, ku ka qenë edhe drejtori i shtëpisë shëndetit atëherë, që është quajtur. Ka vazhdu me specializim, sido që tjetë në vitin 1976 të mbron edhe tezën e doktoraturës, që ka lidhje me epidemiologjinë e diabetit në Kosovë dhe është diabetologu i parë shqiptar i Kosovës. Profesorin kom pas fatin mi taku personalisht dhe kom pas edhe provimin taj, edhe kom kalu shumë mirë. Profesori ka qenë shumë i vlerësuar, edhe për jep një informat që reporti ose klinika ku aje ka menaxhu gjithmonë ka dallu për nga rendi, pastërtia, higjiena, funksionimi në krahasim me tjerat, edhe për të arriturat për meritat e tij është i dekoruar me medalje presidenciale për merita. Edhe diçka që pak dihet me siguri se kanë kalu vjetët, është një ndër organizatorët kryesor të mësimit paralel të ashtu quajtur në kohën kur profesorat dhe studentët janë prej fakultetit të mjekësisë. Po ashtu duhet patjetër për hir të një porosie të një miku tim, e që ka lidhje me shoqëninë e tij, me vllahun e juaj të ndjer, mi përmend edhe faktin që doktor Bujari Okmota, pra po ashtu e ka vazhdu rrugën e babait të tij. Doktor Bujari është para josh me moshë, edhe ka specializuar endokrinën, edhe e përmendet edhe jo kur ka shku në Zelandre, e ka specializuar plus mjekësinë familjare, një person shumë i dashur me një shoqëni shumë të mirë, edhe akoma përmendet për shokët vet si një person shumë i ëmbël. Tash, doktor, një pyetje për te profesionit, më falni. Më tregoni se cilat janë kujtimet që ju kanë formuar juve si mjek. Më tregoni për përgjegjësinë që sjell një trashëgimi të tillë dhe për boshllëkun që lë mungesa atyre që kanë qenë udhërefyes, por që në një mënyrë apo tjetër vazhdojnë të jenë shumë prezent sa diun për të tjerëve në jetën e juaj personale dhe profesionale.
Faleminderit për këtë pyetje, doktor rektor. Shpresoj që ata të dy të kanë lindë në Gjakov dhe shpirtat e tyre janë tuna po. Baba ka qenë principial, ka qenë i dedikuar për punë. Prej që kumë qenë fëmijë ka nërë pacienta në shpe, ka shku natën me punu, dhe më thunë jëmë rritë me që temën e mjekësisë dhe mandej ka orë vlau me të njëjtë atë sene. Vlau ka qenë pak natyrë tjetër për babës, se baba ka qenë ma jegër në aspektin e shoqënisë, daljes, e kohës. Vlau ka qenë ma popullor, s'ka pritu me shku këtu e në Dibër për me këshyrë një pacient. Ka pas shoqëni të madhe, e ka ndash njerëzit, bile kur vdiq vlau në pa me erë një shok i ti, e pi të regoj, e pa të taku një shok tjetër, ti dikon të thëmë që ti vlau bujari ta, nuk ka shansë me që ti vlau bujari. Qa që kish dashni e muhabet kish pas me bujari. Kështu që, po shumë kanë dikun mu rritja në një familje të mjekve, kom dëgju bisedat, diskutimet, se unë kom 15 vjet mas vllaut, kom qenë i ri, kur ata i kanë bisedu për pacient të ndryshëm, për qasje ndaj kësaj terapie, pse ja bone kështu, nështë i shkon ma mirë mi ja bo kështu, mi ja bo ashtu. Edhe mburna me ta që i kom pas jo Viqune, po edhe Gjakova dhe Kosova. Ata të dytë kanë qenë të parë që i kanë largu pi punës, bujarin e kanë ektë parin për i shtëpisë shëndetit, ka qenë drejtor në ambulantën e mjezëve studentave, ndërsa babën e kanë ektë parin për profesorve, bile më kujtohet ditë nështë asë është e tepërt, ja kisha pas marrë veturën, edhe kur po vinë shpe, ja mandeja qova e lash veturën punë edhe kur po vinë shpe, pesho babën shpe. Qka bo? Jo thamë largun për punës. Kështu që edhe një sem për të regoj, ma siguroj kur na që shkojshin në Sarajev për me studiu, kur na i blokun ato, ma siguroj një mik atje një venë në fakultet edhe dësha me shku edhe mur baba tha, une për jap mësim shokëve tonë Prishtinë, ti me shku në Sarajev, harro, edhe ma ndej najta edhe kryva fakultetin edhe mburna me atë kohë. Ne mburëm me dytë dhe ne tjertë, që kemi pas fatin me pas kontakt dhe edukatorë tonë. Doktor edhe shumë faleminderit. Faleminderit edhe për te e u knoqa. Pa tjetër edhe unë gjithashtu, në fund të dashur miq. Unë shpresoj që menaxherat tonë, drejtorat tonë shëndetësor, ministrat, me të vërtetë është mirë ta kujtojnë faktin që është mirë që t'i mbojnë nga të vetit e personat eminent, ekspert të nivelit çfarë është edhe doktor Dritoni. E ne në ndërkohë dhe gjithmonë të kujdesemi për trupin dhe mendjen tonë. Deri në emisionin e ardhshëm bashkë me pafshim. MedPlus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. MedPlus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë.